Mark Anthony Samson, 23 vjeçari që rrëfeu vrasjen e ish të dashurës së tij Ilaria Sula, studentës me origjinë umbriane e vrarë në Rom, deklaroi se nuk e kishte planifikuar krimin. Dëshmia e tij u dha gjatë marrjes në pyetje për të vërtetuar arrestimin, i cili zgjati mbi 5 orë përpara gjykatësit hetues. Prokurorët e akuzojnë të riun për vrasje të rëndë me dashje dhe fshehje të kufomës, se ka tentuar të heqë qafe trupin duke e hedhur pasi e kishte mbyllur në një valixhe në një lugin. I dyshuari shpjegoi se e reja kishte shkuar në banesën e tij në Via Homs, në lagjen afrikane, në mbrëmjen e datës 25 për t'i kthyer disa nga rrobat e tij. E reja sërish sipas ishit do të kishte qëndruar deri vonë në mbrëmje dhe për këtë arsye preferoi të flinte me ish të dashurin për të shmangur transportin publik. Sipas djalit, të dy së fundmi i kishin dhënë fund një lidhje që kishte vazhduar për disa muajsh me ulje ngritje. Unë i bëra të gjitha vet, u shpreh 23 vjeçari filipinez, ndërsa në pyetjet e gjyqtarit hetues për rolin e prindërve ai u ushtroi të drejtën për të mos u përgjigjur. Djali tha se e ngarkoi trupin në makinë, pasi e mbylli në një valixhe, duke e braktisur në një lugin. 23 vjeçari pohoi gjithashtu se kishte pastruar vendin e sulmit.